Njerë do të zhvendosemi në Kosovë, ku do të kemi një lidhje me gazetaren ton Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, mirë mbrëma, si është situata në veri dhe a ka prezencë të policisë kosovare dhe forcave të KFOR-it në Banjsk? Përshëndetje Reis, po vazhdon të jetë rrethuar Banjska dhe manastiri i Banjskës, ku do të thotë edhe hyrje daljet që të shojnë në fshat si dhe në manastir vazhdojnë të jenë të bllokuara, ndërsa ato pak automjete lokale që kalojnë aty dhe kanë arsyetime për të kaluar kontrollohen deri në detaje. Sigurisht që po vazhdon me intensitet më të ulët aksioni i policisë në këtë pjesë të Kosovës. Blerta, a ka lëvizje në kufi me Kosovën të trupave serbe si kurse njoftuan mediat e këtij vendi? Po, mediat serbe kanë raportuar për lëvizje në kufi të ushtrisë së Serbisë, megjithatë nuk është se në Kosovë as mediat as Kosova nuk është se merret me një gjë të tillë, sepse gjithmonë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe Ministria e Mbrojtjes atje reagon në mënyrë të tillë sa herë ka tensionime të situatës në veri dhe pastaj i tërheq prapa ushtri.